Sot në krenari e kujtojmë herojnë tonë kombëtar Agim Selmonin, i cili me 1 maj ra në Ratish. Unë si i ri kom pas fatin më rrit me Agimin, po thuj se 12 vjetë një shkollë, shumicën e kohës edhe një bankë. Pastaj fillimit e para të luftës, Agimin e gjetën në ratë të para të organizimit. Kushtë do që një familjen Selmone e din se ishte një për familjeve kryesore në do ka gjenë mobilizimin e popullatës në vitet 80-a kundër Jugoslavisë. Pastaj në vitet 90-a Rasimi ishte një për aktivistëve kryesorë të lëvizjeve sistemit paralel e deranit e mobilizimit celulave të para të UÇK-s. Pastaj Agimi kishte një prezencë pothuajse në çdo betejë. Nuk ishte rol të dikuj tjetër përpos të Agimit aty ku e kërkon të detyra. Agimi udhëheqi me sukses zëvendës komandante në policisë ushtarake, ishte një njësive komando, deri në momentin e ramjes. Me vrasjen e shkëllëzenit dhe shokëve ti me 16 prill, ishte një goditje shumë e madhe emocionale për shumë luftfarë. Dhe Agimi për të marrë hakun për shkëllëzenin dhe shokët e ti, pothuaj se nuk ishte ditë që s'ka ndërmarrë aksione guerile, bashkë me shumë tjerë, me bërimin, flërimin, e shumë tjerë që sot ne i kujtojmë i nërojmë me respekt. Prandaj sot, e gjithmonë Agim Selmoni i ki me vonë zemrën teme, zemrën e kombit tonë. E familja Selmoni gjithmonë do t'jetë krenar, sepse krenari bone te me veprën tonë. I përjetshëm kujtimi për ty, Agim.